Zakonisht ne gjithmonë e kemi një parim kryesor, edhe ajo është se të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar dhe gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet. Në çdo profesion ka gabime, po edhe në profesionin e hoxhallarëve është e mundshme me ndodhë ndonjëherë gabim. Mirë po, gjithë e dinë se puna private jetë punë private, edhe nuk e debatojmë dhe e lajmë organet ta shtjellojnë vetë, edhe t'i shkojnë deri në fund, mirë po ne gjithmonë i këshillojmë njerëzit që të kanë kujdes në këtë drejtim, sepse është një emanet. A i ndje hoxhallar në fjallë, a i nje? Po, i njo, edhe një anë qetëri një. Çfarë mendimi ki, domethënë, për Hoxhën Fejm Dragusha që ka qenë këtu në emision? Po, në Zvicër kam qenë njerë mësafir në xhamin e tij, kam një gjërat, më ka pritë shumë mirë. Mirë po, them se çdo herë ka gabime, njerëzit bëjnë gabime dhe se gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet, ai i cili kthehet mas prej gabimit. Që kjo është një parim kryesor në Islam, sepse ne e dimë gabimi i parë i cili ka ndodhur në historinë islame në mes djemve të Ademit alayhis salam, Habilit dhe Kabilit, është xhelozia dhe se vrasja ka ardhur drejt e vrasje për shkak dy motrave binjake që i kanë pas, njëri ka ndodhur me ndru, është deshti ndrojnë, edhe Kabili ka dashur binjakën e vet. Rregulli ka qenë ashtu, mund ndruan, mirë po përfundimi ka qenë vrasje edhe kjo është gabimi mëkati i parë i cili ka ndodhur në tokë, pasi që Ademi alayhis salam ka qenë pejgamber. Mirë po nëse thojmë, njeri është gabimtar dhe duhet me marrë mësim për gabimeve, mos mi përsërit, sepse do janë skandale dhe gabime, për të cilën kanë dëmë jo vetëm personat në fjalë, po edhe më gjerë. A kena mesazh për gjithë ata rukjegjit, domethënë se më kanë shkruar shumë që ka dhe raste tjera që domethënë kanë se rukjegjit, po domethënë po keq përdorin domethënë pacientët. A kena një mesazh për gjithë ata që i keq përdorin pacientët? Ne çdo herë këshillat që i kemi dhënë rreth rukjes dhe mënyra e trajtimit pacientëve, mënyra e trajtimit posaçërisht gjinisë femërore, sa herë kemi thonë duhet mi plotësu kushtet, edhe me pas kujdes normalisht. Normal, çdo punë gabohet, ndodh gabimi. Mirë po, këshilla jem është gjithmonë me pas kujdes. Për shembull, një femër e cila vjen për mu trajtu për rukje, duhet të ketë shoqërues. Në gjuhën arabe thonë mahram. Dhe kjo në shariat është shumë e njohur, se ajo nuk guxon me shku mu shëruan pa e pas një shoqërues, pa e pas një njeri të afërm, baba, vllavi, migja, daja, çdo kush dikush i afërm i familjes, i cili e shoqëron, edhe kjo është më sigurt është për mos me ndodh ndonjë skandal. Se ne dimë se njerëzit janë lakmitar. Vërtet. Lakmojnë, mirë po këshilla jonë është gjithmonë me pas kujdes edhe këtë punë me marrë me shumë përgjegjësi. Pa, ke pas raste të tilla për shembull që të kanë anku ty në rukjegji? Po, kam pas. Për shembull edhe për rukjegji në fjalë që në përgjithësi ka pas raste ku janë ankuar, janë trajtuar keq, edhe janë ngacmuar, mirë po ne gjithmonë janë ngacmuar seksualisht? Po, me siguri ka pas edhe raste që janë ankuar. A kina një rast domethënë specifik? Po, një rast në Shkup, nuk duhet të thënë, ajo është punë private, gjithmonë kemi thonë, ku një grua e Gjermanisë, të kështu jam keq trajtuar te një që ka bërë rukje, nuk po merr mend që është hoxha ai, po është vetëm rukjegji, edhe është keq trajtuar aty, mirë po ato janë tërheqën edhe kanë hecën edhe vetëm mund të a është mënyra kështu në këtë mënyrë mund të trajtuar tash. Kjo është gabim është. Kjo është shumë gabim. Se çka ka tentuar me prek ai? Po ka tentuar domethënë me ngacmu, domethënë seksualisht ose kështu me radhë. Mirë po, njeri ndershëm nuk i bën këto gjëra. Ne kemi thënë se për me qenë rukjegji sigur që duhet me ditë se kjo është emanet. Kjo është përgjegjësi. Është përgjegjësi para Zotit dhe emanet para njerëzve. Po shpeshherë kemi pas raste edhe kur kanë thonë që domethënë ata që janë me çrregullime mendore apo kanë çrregullim personaliteti, pse me vizituar një hoxhë, bën me vizituar një psikolog, e sonte e kemi ftuar na e kemi edhe një psikolog mysafir. Parimi jonë kryesor në shërimin me rukje është nëse personin në fjalë, kur vjen mu testu, nuk reagon gjatë leximit. Edhe ne kemi theksu këtë edhe
Në emisionet e kaluara, po. Emisionet e kaluara, kemi theksu se nëse gjatë leximit, gjatë trajtimit domethënë me rukje, nuk ka doni reagim, nuk ka doni lëvizje, nuk ka doni shqetësim, atë ose është rast psiqik. A ftoj Edhe ne gjithmonë e kemi thonën, jo, duhet mu drejtu te A ftoj psikologun, e shumë se shi ai këto. Me neve sonte është psikologu jo një njohur, ai është psikoterapeut te klinika Anima, është Naim Telaku, me prismi me dorë të gjithë. Në se edhe, faleminderit shumë. Do të vijë edhe pak për Naimin ta relaksioj muhabetin. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Si jeni? Mirë, faleminderit. Po besoj që ke dëgjuar atë Naim për këtë temat e javës kaluar që tashmë Po, u bënën top live. Nuk po kemi kohë me përcjell shumë. Por ne kam dëgjuar se këta që bojnë rukje, domethënë hoxha dhe hoxha sapo tha që nuk kanë patjetër gjithë ata që bojnë rukje hoxhallar. Uj me qenë edhe vetëm rukjegji. Ne kemi punë domethënë me persona të ngjajshëm, shumë njerëz që bojnë rukje vinë tek neve. Ka të tillë që vinë te na dhe shkojnë domethënë pastaj për me bërë rukje. Që domethënë më ka rënë punën tam që punoj më shumë se një dekadë me klienta, me pacienta. Më ka rënë shumë raste me ndëgju për ndodhit kësaj natyre, kështu që si fenomen nuk është diçka e ri. E vërtet. Kam dëgju gjona nga më të ndryshmet, kam dëgju gjona Çka është ndonjë që të kalon përshtypje që ja vlen me u përmend? Qësoj natyre ka të lashe edhe në familje, edhe në vendet ku domethënë plohen e rukjet. Për shembull, ka rënë shumë raste me ndëgju ku fëmiu 12 vjet, 13 vjet, 14 vjet, e ka një të lashe, çfarë do qoftë, ka po ëndra të këqija, se është të stresu, është të friksu vazhdimisht, edhe është që atje një gjysha, një gjysha, një holla, një doja, dikush që ja bën të ka hi shejtonin trup. Edhe kjo traumatizon fëmijën. Ai ka pas do të lashe të vogla, kur ja thut që toti, domethënë ai mas ne ka një traumë kogjatron, edhe shkon ty përkeçu gjendja vazhdimisht. Mas ne ka raste kur janë të ardhur klientat e na, të marrë trajtim, të u përmirësu, të ndryshu për ditë, po prap dikush të shtëpia atje ja bën ti si për psikolog, stimon ai kur gjë ti do të më shku te hoxha se ti ki punë me të shkrume, me të prejme, me të shkelne, me gjin, me shejtan, me çka do qoftë. Se i përket trajtimit prej personave të kësaj natyre, megjithëse unë kam qef me mendu që edhe trajtimi që bëhet prej personave religjioze është dy formave, është trajtim profesional, që është tamam veç këndimi e rukjeve, profesional